Sa I qeti. Për këtë kam zili. Debati është shumë e qetë. Që të bëj? Ke qenë gjithmonë kështu? Edhe sa në kohëm, jo. Ke qenë gjithmonë kështu? Po unë jetoj me një njeri shumë të vështirë. Edhe më tha I kur u futa. Jo tani jo, ke qenë gjithmonë kështu. Shumë e urtë kam qenë dhe pasive. Do me thënë kështu si të ërduar bëj vetëm këtu. Edhe kur 20, 25, 30? Gjithmonë, do me thënë 4 vjetë në universitet nuk s'kam folë mas një njeri. Vetëm. 4 vjetë nuk ka një njeri që thot që ka folë herë me mu. Kisha një shoqe që kujdesi për gjëra, se kam qenë e talentuar me që atëherë. Edhe për këto nuk më lente të laja në rob në gjë, jo, thoshte, është turp, thoshte që ti të lash. Se aq rob I qetë, edhe në familje kur s'kam bërë sherrë ke prindrit e këto, kur. Nëse kur martohesh pastaj të hika në herë kapsova me 2 kalama e kështu sa I rritën, po prap qetë. Se ky që kam, këto janë lodra, më tha kur hika, je servitor mirë, tha kam besim. Dritët pallati, po... Ai qa profesioni ka mu? Ai ka mbaruar, se është I rimi, tash I bëri 40 vjeç, 33 ka ardhë. Edhe kam qefi herë me taku, me 2 minuta me kamera, vetëm ta shohin me qakingu jam. Se po më bëjnë shumë, jo për plagë, jo për dreq, lloj muhabetesh. Po, është mendje brillante, por e ka këtë që është neuroimunitare, si smundja.